të flasësh në Kaçanik nuk është asnjëherë një fjalim i zakonshëm politik, është përballje me vetë historinë e Republikës Kosovës, është gjitha një respekt mbi sakrificën e madhe. Kosova nuk është aty ku e kemi ëndrruar ndonjëherë. Jo sepse qytetarët e Kosovës nuk kanë punuar. Qytetarët e Kosovës vazhdojnë të punojnë fort, drejt e mbar. Jo sepse rinia nuk ka sakrifikuar. Rinia e Kosovës sakrifikon ende sot, por sepse politika ka dështuar të udhëheqë shtetin me maturi, me seriozitet e mbi gjitha, me respekt për ligjin dhe për kushtetutën. Sepse për herë të parë që nga shpallja e pavarësisë, Kosova nuk është vetëm në një vështirësi ekonomike, Kosova është në krizë të thellë besimi. Besimi në shtet është kundër, besimi te fjala e dhënë është zbehur, besimi te ardhmja e vendit tonë është vënë në pikpyetje. Institucionet, siç e keni parë, janë bllokuara. Kushtetuta është shkelur për 48 herë brenda një viti, vendimarrja është paralizuar dhe është koncentruar tek individi e jo tek ligji, e partnerët tonë strategjik, partnerët e Republikës janë larguar. Kosova ka përfunduar për 2 vite në masa ndëshkuese dhe izolim të papar politik, ndërkohë që qytetari i Kosovës, pra ju, familjet tuaja, përballeni çdo ditë me çmime të larta, me paga që nuk ju mjaftojnë dhe me një pasiguri të jashtëzakonshme për të nesërmen që na vjen. Ky nuk është shteti për cilën Kaçaniku ka sakrifikuar, ky nuk është shteti për cilën lidhja demokratike e Kosovës ka punuar, prandaj koha na thërret edhe një herë të gjithëve bashkarisht të ngrihemi së bashku për Kosovën që e kemi ëndrruar nga viti 1989 deri më sot, liri, pavarësi, demokraci. Prandaj sonte në Kaçanik nuk po bëjmë thjesht një fushat, po bëjmë fushatën e kthimit të Kosovës në normalitet. Po nisim kthimin në normalitet, po bëjmë fushatën e shpresës, po bëjmë fushatën që rikthen shtetin tek ju, tek qytetari i Kosovës në qendër të vendimarrjes. Sepse LDK-ja me ekipin e vet vjen shumë më ndryshe, vim me plan konkret të qartë, vim me përgjegjësi të madhe historike kombëtare dhe vim me një përvojë të jashtëzakonshme në drejtimin e vendit. Dhe ky vizion yni nis nga pasuria më e madhe që kemi, nga ju, nga familja e Kosovës. Më kuptoni, nuk ka shtet fort pa familje të forta. Nuk ka zhvillim kombëtar pa fëmijë që rriten në siguri, në arsim e që kanë mundësi të rriten e të jetojnë këtu në Kosovë. Prandaj, edhe kemi propozuar si LDK Ministrinë e Familjes si bosht kryesor i politikave të shtetit Kosovës. Sepse në qeverisjen tonë ne besojmë që çdo fëmijë duhet të ketë kushte të barabarta dhe prandaj për çdo fëmijë që lind në Kosovë, për çdo fëmijë që lind në Kosovë, nënat do të përfitojnë nga 200 euro në muaj për 12 muaj rresht, pra 2400 euro në vitin e parë. Dhe më thonë, më lejoni t'ju them se ky kujdes nuk kujdeset, nuk ndalet vetëm me lindjen, çdo fëmijë nga mosha 1 deri në moshën 16 vjeçare do të përfitojnë mbështetje financiare prej 50 euro në çdo muaj. Sepse shteti nuk guxon dhe nuk duhet ta braktisë familjen kosovare. Mbështetja vazhdon edhe për çiftet e reja me mbulimin e kostos e normës së interesit për banesën e parë që vlen. Dhe mbi të gjitha mbështetja vazhdon me arsimin, me edukimin, me shtyllën kryesore që kemi si kamp. Fëmijët tonë duhet të jenë në shkolla tërë ditën, jo në gjysmërore. Ata duhet të jenë sigurt, duhet të jenë të ushqyer, duhet të jenë të përgatitur për të nesërmen. Dhe ne e dim ta bëjmë një gjë të tillë, mësimin tërditor që e dëgjoni e vazhdoni ta dëgjoni gjithandej në Kosovë, nga secila parti politike, nga secila komunë, mësimin tërditor e ka bërë vetëm Lidhja Demokratike e Kosovës së Prishtinë, mësim tërditor ka sot Prishtinë, mësim tërditor ju zotohem si do të ketë dhe në Kaçanik dhe në Han të Elizit edhe për fëmijët e ju. Ne po ashtu e dim se shteti mbahet prej njerëzve që punojnë dhe punojnë e duhet punojnë, por duhet dhe të paguhen, mjaftueshëm për të bërë jetë të dinjitetshme në vendin e tyre. Prandaj kemi paraqur rritjen e pagave për të gjithë punësuarit në sektorin publik dhe për herë të parë në historinë e Kosovës, me planin ton, paga e mësuesit do të bëhet plot 1000 euro në muaj.
Pra mësuesi do të ketë pak 1.000 euro në muaj në Republikën e Kosovës, që është një simbolik e kapërcimit nga një simbol i rezistencës tek një simbol i zhvillimit qëndrueshëm. Koeficienti 150 për secilin të mësuar në shtet nuk kupton rritje proporcionale pagave në këtë përmas. Prandaj koeficienti pagave rritet dhe për policët, për zjarrfikësët, për ushtarët e Kosovës, cilët do të kenë pagë 900 euro në muaj. Por jo vetëm kaq, për të rinjt e Kosovës, për pasurinë më të madhe që e kemi, për çdo të diplomuar, për secilin të ri që kryen fakultet, shteti i Kosovës do t'i gjejë punë me një herë me pagë fillestare prej 500 euro për 6 deri në 12 muajt e parë. Pra nuk ka kuptim që një re të kryej shkollë dhe fakultet e të përfundoj rrugëve pa një të ardhme, shteti duhet t'i asigurojë punën e parë, të marrë një përvojë, të marrë një praktikë, të marrë një pagë të parë. Dhe jo vetëm kaq, për 40.000 të rinj gjithandaj Kosovës do të kemi trajnime edhe në fushën e teknologjisë, po mbi gjitha edhe në fushën e aftësimeve profesionale, zanateve dhe jo vetëm. Hani i Elezit do të përfitoj natyrisht edhe nëpërmjet gazifikimit të Kosovës. Do të jeni Hani i Elezit e Kaçaniku, bashkë me Ferizajin e me Obiliqin e deri në Mitrovic, por në Han të Elezit, Kaçanik e Ferizaj, 3 të parat, do të përfitojnë shumë nga gazifikimi i Kosovës. Porta gazifikuese, gazit amerikan është 32 km larg nga këtu në Shkup. Qeveria jashtme e LDK-s do të nisë, do të bëjë dhe do të përfundojë gazifikimin e Kosovës dhe po flasim për miliarda euro investime edhe në centralin e ri me gaz, por për punë, për sektorin privat, për njerëz që jetojnë këtu në Kaçanik, në Han të Elezit, në Ferizaj, në gjithë këtë regionin pas një dallim, në mënyrë që të ketë mirëqenie e të ketë zhvillim. Natyrisht për fund, s'du ta lë anash as një kategori që e kemi për zemër shumë, fjalën e kam për pensionistët e Kosovës, ata që kanë bërë shtetin ton, ata që na kanë lënë këtë vend amanet e na lën edhe sot. Për ta, lëmosha duhet të përfundojë. Pra ndaj në qeverinë tonë, me njëherë do të nisim rritjen e pensioneve graduale. Në vitin e parë, pensionet do të bëhen 200 euro, në vitin e dytë 250 euro, dhe në vitin e tretë ju zotohemi që pensionet e pensionistëve tonë do të bëhen plot 300 euro brenda një muaji. Kjo është zotimi i LDK-s, është i llogaritur mirë, sepse LDK-ja ka dhe përvojë, ka dhe dije, ka dhe realizueshmëri të mirë. Këtu dhe çështje tjera që nuk mund t'i elaborojmë gjitha sot këtu, i gjeni në programin tonë të LDK-s, për secilin kategori, në shëndetësi, në arsim, në mbrojtje, në siguri, në drejtësi, në punësim, në investime kapitale, tek të rinjtë të moshuarit pa asnjë dallim. Dhe për ta bërë këtë gjë të mundshme, unë me veti e kam një ekip të shkëlqyeshëm dhe ju ftoj një duartërkitje të madhe për gjithë kandidatët e listës sonë fituese. Vërtet janë të jashtëzakonshëm, burra e gra profesionist, da keni shumë vështirë të zgjedhni vetëm 10 kandidat, po zgjedhni 10 të më të mirët, por natyrisht para se të zgjedhni të tjerët, zgjedhni ata t'juj që janë, pra ata që vinë nga qytetet tuaja, sepse punojnë më shumë për ju, kujdesen më shumë për ju, e angazhohen më shumë për ju, gjithë janë LDK, gjithë kanë një shtëpi, gjithë i kanë 3 shona të arta LDK.